motra ka bërë fort këtë pyetje, burri në shtëpi vjen thot si turist. Hyn del. Gjithmonë pas punëve, shkon domon poshtë natë, mua nuk më kushton kohë. Vallahi bre motër, vrejtje me vend edhe është bërë problem kjo çështje, po unë kisha me thonë tash të nis nga fakti se vetë edhe unë jam mashkull, janë dy kategoritë njerëzve të cilët kështu hyndil, si kushtojnë. Kategoria e parë janë ata të cilët pa punë vetëm thjesht dalin, apo na i thojmë në gjuhën popullore me rrogav poshtë nalt. Edhe kategoria e dytë, stresi edhe puna e jetës ja imponon dikujt. Tash nuk e di burrit në cillën kategori është, por a kanë hak gratë, kanë hak shumë. Qysh ka hak nana, baba, gruaja, vlla, motra, fëmijët, çdo kush ka hak. Normal hakin kryesor ka Allahu xhaleshano. Na këshillojmë edhe themi ato që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, vërtet bashorta jote ka hak të te. Qysh ka bashorti hak të bashortja, pra të njëri tjetër në mënyrë reciproke. Unë këshilloj, edhe pse nuk jam prej më të mirëve në këtë pikë vetë s'jam, por këshilloj që me i kushtu vëmendjen, edhe me i kushtu kohë, edhe bashortës, edhe fëmijëve, edhe çdo kujt, gjithë secillit sipas nevojave edhe rrethanave që i keni. Por se, domethënë, me tepru me hallkun, me shoqëni poshtë natë, me lënë familjen, keq jam kundër kësaj. Allahu na fal na përmirësoft.